Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së shigjetari. Do bëjmë një mesazh për ju dhe është dhoma apo hyrja, të them enter, hyrja në dhomën e shërimit, që është zonja Isis, të dashur, janë letra Oracle dhe kjo është Tarot, që është kalorësi i shkopive. Shigjetar, energjia që të rrethon tani është ai shërimi dhe rilindjes. Të futesh në dhomën e shërimit të fton të hysh në hapësirën e mbrëmshme ku plagët e së kaluarës mund të shërohen plotësisht. Mund të kesh kaluar zhgënjime, ndarje apo betejë që të kanë lodhur shpirtin. Por tani është koha të ndalosh dhe t'i lejosh vetes të marrësh frymë. Shërimi yt nuk vjen duke ecur me shpejtë, por duke ndalur aty ku ndihesh i thyer dhe duke pranuar atë me dashuri, duke përpunuar atë gjë. Shpeshherë themi koha i shëron, po si shëruam dhe të e qajtura, qëndrimi në dhimbje, për ta shëruar apo përpunuar secili në mënyrën e vet, atëherë mund të ecim më përpara. Kalorësi i energjisë të dashur i shkopive është energji, absolutisht sjell energjinë e lirisë dhe ringritjes. Pasi të shërosh këtë zemër, dhe aty është sikur kjo këtu është sikur thirrje në hyrje të këtij shërimi, aq afër jeni ta bëni këtë gjë. Pasi të shërosh zemrën, ti do të kthesh me zjarr më të madh se kurrë më parë. Ky kalorës është simbol i forcës, pasionit dhe dëshirës për t'u hedhur drejt sëres, pa frikë. Kjo letër të kujton që çdo plagë e shëruar bëhet burim fuqie dhe është fakt të dashur. Të gjithë ata që kanë përjetuar diçka, të gjithë ata që kanë rënë në gjunjë, ata janë shumë të fortë se një që s'ka përjetuar akoma, se gjithë do përjetojnë. Atje ku dikur të dëmtoj, tani do të frymëzoj. Të dashur shigjetar, mesazhi juaj tregon që po përgatitet të dalësh po përgatitet nga universi, nga vetiu, nga një energji që është duke ardhur, të dalësh nga një periudhë errët me më shumë dritë, besim dhe guxim. Mos haro, nuk ka asnjë forcë më të madhe se ajo e shpirtit që ndjen dhimbjen, por zgjedh të vazhdoj, të doj, të jeti mirë, të ketë ndërgjegje, e kështu me radhë. Pra, shërohu dhe pastaj fluturo, sepse zjarri yt i mbrëmshëm nuk është fikur dhe nuk do fiket, veç se ka pritur momentin dur për të ndezur sërish. Në do të rindezeni sërish. Është aty. Të mbarojmë me dhimbjet e së kaluarës apo traumat e së kaluarës, të dashur shigjetar.